Prezantuesja e njohur Angela Sufi duket se nuk ka mundur të shpëtoj vëmendjes së publikut me jetën e saj private. Pavarësisht përpjekjeve për ta mbajtur romancën larg syve të kurioztarëve, në momentin tim me saj dhe partnerit të saj të dyshuar kanë ndezur thashethemet. Sipas burimeve të shumë mediave shqiptare, Angela Sufi është në një lidhje dashurie me Erion Gina, vëllain e Alba Frangaj, bashkëshortja Alexander Frangaj. I njëjti burim tregon se Erioni është divorcuar më herët, është babai i 2 fëmijëve. Mediat kanë zbuluar edhe një detaj që ka përforcuar këto dyshime. Në aeroport të vipave ata ishin së bashku duke u puthur. Ende nuk ka një konfirmim nga Angela Sufi, por mediat janë ato të parat të cilat kanë nisur thashethemet.